Festivalet në 2 edicionet e mëparshme, unë mendoj që i ka përmbush disa kritere elementare që mendojmë që janë të destinuara për festivalet e mira. Spari, vizualisht mund të them se janë 2 festivalet e cilat të emocionojnë atë kuptimin e performancës e prezentimit, që është shumë e rëndësishme, është orkestra aty. Kur është orkestra, do të thotë është një element, një satisfaksion i veçantë. Ne kemi thënë edhe në emisionet e tjera kemi ajkën e artistëve. Absolutisht, sepse kur secili këngëtar gjeneratës më të re e ka debulesë që thojnë të ne që ta ketë të këndoj me një orkestër live. Sepse me dirigent, me elemente përcjellëse, janë orkestra simfonike aty. Çka do thotë ajo? Të rralla të festivalet e fundit në botë gati që prezentohen vlerat e tilla. Për mua është diçka e veçantë që festivali, domethënë, angazhon këtë trup të jashtëzakonshme që solistët domethënë e kanë një satisfaksion të këndojnë. Elementi i dytë është për shembull skena e jashtëzakonshme për shembull. Hipen parat më dha për një skenografi të tillë, për një hapësirë të tillë për shembull që secili këngëtar e ka domethënë si dashuri të veçantë të prezantohet e tillë.